Partia Demokratike mlodhi të mërkurën kryesin me në fokus diskutimet për një sër ndryshime statutore të hartuara pak ditë para kuvendit kombëtar të 30 majit. Në draftin e bërë publik janë propozuar disa ndryshime në statutin e partisë, si fuqizimi i diasporës me një kuotë përfaqësimi prej 15%, rritjen e përfaqësimit të grave dhe vajzave nga 30% në 40%, ngritjen e komisionit të seleksionimit të kandidaturave për deputet dhe kryetar bashkie, forcimi i raporteve mes degëve të partisë dhe të zgjedhurëve vendor, përmirësimi i organizimit të bazë të partisë, saktësimi i rregullave të shkarkimit të kryetarëve të degës, njohja e një statusi të barabartë për të gjitha organizatat partnere të partisë, mbrojtja e të dhënave personale të anëtarëve të partisë. Gjatë mbledhjes nuk pati sinjale nga kryedemokrati Berisha për ndryshimin e procesit të primarëve apo Nenin Basha, i cili detyron kryetarin e partisë të jap dorëheqjen pas humbjes në zgjedhje, Neni i cili nuk u zbatua nga Berisha në zgjedhjet e 11 majit. Ndryshimet statutore do të paraqiten në kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike të thirrur më 30 maj në orën 11, ku pritet të jepet vula përfundimtare këtyre pikave, si edhe përbërjes së re të Këshillit Kombëtar. Në fjalën e mbajtur gjatë mbledhjes, Berisha deklaroi se Partia Demokratike do të ripërtorihet në çdo qelizë, duke u organizuar si partia e seksionit për të vendosur në qendër bazën dhe strukturat lokale të saj. Mbledhja e kryesisë u mbajt në një moment kyç për demokratët pas procesit për rizgjedhjen e kryetarit dhe debatit të brendshëm për reformimin e strukturave të partisë.